na mund të takohemi nga afër, po nëse je këtu, hajde ta pimi kafe këtu në Berlin. Do jem edhe pak se pas pak do nisemi për Shqipëri, se nuk kemi ofertat përbashkëta turizmi me Kosovën, duhet i kemi, sigurisht që duhet i kemi, dhe shpresoj që tani që edhe zgjedhjet mbaruan atje, do të ketë fokus më shumë tek disa gjëra të tjera që duhet i bëjmë. Është koha të jemi shumë afër, është koha të jemi shumë bashkë, është koha të jemi miqë thua. Jo thjesht me zemër, se me zemër është nuk kemi qenë, dhe ashtu jemi, por edhe me menje. Si e? Çfarë bën? Mirë? Si dukesh? Hajde pak këtu. Futu në shikë. Prezantohu pak. Përshëndetje, unë jam Kjali Qato, besoj hotelet Epidam, që ndonë në Durrës dhe Ngola. Është viti 3 për ne që kemi ardhur në Berlin. Çdo vit edhe vjen duke u rritur pjesëmarrja dhe ka pas një feedback shumë mirë në hoteleri, nga takimet e vjetshme dhe si vjetshme. Ka kompania angleze që na kanë ardhur që në janar shkurtin që ne kemi qenë thjesht bosh. Në të vërtetën, si vjet jemi 40% kapacitetin vetëm anglez. Po me gjerman? Gjerman më pak, fillojnë dashin nga Filloni që me gjerman, se pra ne kemi ardhur të kapim gjerman. Të marrë të kapim sa më shumë rob gjerman. Pas patjetër të gjithë. Ku janë këto? Ku është ku e gjen energjinë, thot, cilën energji? Tani nuk kemi vetëm energji hidro, kemi dhe nga dielli, por energjinë më të madhe di ku e gjej apo jo. Që të ta them shumë copë, me që jemi këtu me njëri tjetrin dhe s'na dëgjon njeri, tek hakmarrja. Dua të marr hak. Dua të marrim hak. Na kanë poshtruar shumë gjatë. Shumë gjatë. Na kanë poshtruar të huajt, na kanë poshtruar tanët me dhjetra vite. Tani është koha të marrim hak. Dhe e di çfarë është fantastike, të marrim hak duke ulur në kryezën e Bashkimit Evropian aty, njësoj të barabartë me të tjerët, edhe duke i bërë për lezet në fillim atë shenjën që ishte në gjë. Ja, kjo ma jep energjinë, që ta dish. Ma jep asgjë tjetër energjinë, kjo ma jep energjinë. Të bëjmë histori së bashku, se në fund, si për mua që jam 2 metra, si për ty që nuk e di se sa je, po 2 nuk je herë, 2 metra grop kemi, në fund fare. Asgjë s'mbetet përveç emrit dhe kujtimit mirë që lëmë në këtë botë. Dhe ja kemi borxh fëmijëve tanë që të mos u trashëgojmë poshtrimin.